Horoskopi ditor e shtunë 25 prill 2026. Dashi. Ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do t'ju realizohet sipas planeve të tyre. Beqarët do të jenë humor të mirë dhe do të jenë gati të hedhin çdo lloj hapi në mënyrë që të ndryshojnë sa më shpejt statusin e tyre. Në planin financiar do t'ju duhet shumë mundë dhe sakrifica për të ruajtur një gjendje sa më të qëndrueshme të buxhetit tuaj. Demi. Do të bini dakord për gjithçka. Sot juve që jeni në një lidhje dhe marrëdhënia në çift do të mbetet e mirë. Në shumë momente do të ndiheni si në ëndër. Beqarët do të kalojnë shumë vështirësi për ta bërë për vete personin që pëlqejnë, por në fund do t'i arrijnë qëllimit. Në planin financiar do të hasni shumë probleme dhe vështirësi. Do të jetë vështirë të mund të ruani ekuilibrin. Binjakët. Ditë e bekat, kjo e sotmja për të dashuruarit. Në disa momente do t'ju duket sikur jeni në ëndër dhe gjithçka që ndjeni nuk është e vërtet, ja që edhe në realitet mund të ndodhin gjëra të jashtëzakonshme. Beqarët më mirë të qëndrojnë ashtu siç janë, sesa të hidhen në sulm dhe të mos arrijnë atë që duan. Në planin financiar duhen marrë gjërat me seriozitet. Daforia, mos bëni gabim të filloni aventura me persona të tjerë sot nëse jeni në një lidhje. Jo vetëm që do të shkatroni gjithçka që keni ndërtuar deri më sot, por nga ana tjetër do të lëndoheni tejmase. Beqarët do të kenë tërheqje fizike ndaj disa personave, por nuk do të kenë guxim t'ua shprehin. Në planin financiar do të kryeni shpenzime të pamenduara dhe gjendja do të mbetet delikate. Luani, nëse e kohët e fundit keni pasur probleme serioze në jetën tuaj në çift, sot dielli i dashurisë do të jetë i kaltër dhe me shumë diell. Gjithçka do të fillojë të zgjidhet dal nga dal. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe të rezervuar, prandaj nuk do ta ndryshojnë dot statusin e tyre. Në planin financiar do të jeni luftarak dhe do të arrini të stabilizoni gjendjen më shpejt se sa ju mendoni. Virgjëresha, do të ketë disa debate të vogla sot në jetën tuaj në çift, por gjithçka do të zgjidhet më shpejt nga sa ju mendonit. Do i kuptoni gabimet dhe do të kërkoni falje. Beqarët më në fund do të fillojnë një histori dashurie të qëndrueshme dhe plot emocione. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me katastrofa nëse nuk bëni kujdes dhe nuk shpenzoni pa mbarim. Peshorja, ditë mjaft e qetë dhe pas një problem më të vogël kjo e sotmja. Bëjeni atë që ndjeni pa menduar për të nesërmen. Beqarët, sado që mundohen, nuk do të arrin dot të bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer. Me financat mos bëni asnjë çmenduri. Nëse nuk doni që gjendja të përkeqësohet së tepërmi, tregohuni të arsyeshëm. Akrepi, një ditë e mrekullueshme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje dashurie. Shumë gjëra kanë për të ndryshuar në mënyrë të menjëhershme për ta. Beqarët do të ndihen mirë ashtu siç janë dhe nuk do të kërkojnë me ngulm një lidhje. Financat do të jenë shumë të qëndrueshme dhe më pozitive se më parë. Do të keni mundësi të hiqni edhe disa para më njanë. Shigjetari, të dashuruarit do të kalojnë një ditë paksa delikate dhe të mbushur me mosmarrveshje. Kujdes. Beqarët do të realizojnë një takim vendimtar që i pret para mëngjesit dhe shumë gjëra do t'ju ndryshojnë. Emocionet dhe kënaqësitë do të jenë të njëpasnjëshme. Edhe në planin financiar do të jeni me fat dhe do t'i kryeni me qetësi shpenzimet e nevojshme. Po mendoni për një udhëtim i cili do të kryhet me sukses. Bricjapi, konfigurimi i yjeve do të jetë shumë i mirë për jetën tuaj sot në çift. Do të zgjidhni gjithçka me kujdes dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të jenë sensual dhe joshës për të hecur përpara, por të pavendosur për të filluar një lidhje të re. Edhe për disa kohë do të mbeteni vetëm. Të ardhurat do të vinë duke u rritur fal një shumë parash që merrni nga një punë e kryer së fundmi. Ujori, marrëdhënia në çift do të jetë e mrekullueshme gjatë ditës së sotme. Shumë gjëra do të sqarohen njëherë mirë dhe do ta shihni të ardhmen me një sy tjetër. Beqarët do të lodhen pak së kërkuari, por në fund do të gjejnë personin i cili ju përshtatet në çdo pikë. Në planin financiar do të kaloni periudhën delikate në të cilën ishin futur peshqit. Tregoni të matur sot, kur të flisni me partnerin tuaj, sepse në të kundërt mund të bëni gabime të cilat ai nuk do të mund t'ua falte. Beqarët do të jenë të lirë të bëjnë çfarë të duan, por në fakt mundësitë për të krijuar një lidhje serioze do të jenë të pakta. Falë ndikimit të planetëve, perspektivat financiare do të jenë goxha të mira. Do të ndiheni të qetë.